Asnjëra prej partive politike nuk e trajton në mënyrë të plotë reformën në drejtësi, edhe pse të gjitha partitë politike flasin për drejtësinë, efikasitetin dhe luftimin e korrupsionit, asnjëra nuk paraqet një plan të plotë reformues që lidhet drejt për drejt me proceset që kanë dominuar debatin gjatë 5 viteve të fundit. Zotimet e partive politike mbeten në nivel deklarativ, ndërsa këto zotime nuk realizohen me deklarata, por me plan konkret dhe me llogari institucionale. Një nga mbaktësitë më të dukshme është mungesa pothuajse e plotë e referimit ndaj strategjisë për sundimin e ligjit 2021-2026. Kjo strategji ka qenë dokumenti më i rëndësishëm shtetëror për reformën e drejtësisë gjatë 5 viteve të fundit. Megjithatë, as lëvizja vendosje, as PDK, as LDK dhe as AK nuk e trajtojnë si akt si bazë të reformave të ardhshme. Po aq shqetësues është fakti se programet politike pothuajse nuk i referohen rekomandimeve të Komisionit të Venecias, edhe pse pikërisht këto rekomandime kanë orientuar debatet më të rëndësishme për reformën e drejtësi, vettingun, kompetencat e institucioneve dhe ndryshimet kushtetuese. Në fushën e sundimit të ligjit, programi i lëvizjes vendosje është programi që trajton më shumë tema se sa partitë e tjera. Megjithatë, është e rëndësishme të theksohet se drejtësisë i kushtohet vetëm një faqe në një program prej 34 faqesh. Për një parti që ka udhëhequr qeverinë në 4 vitet e fundit dhe që ka vendosur reformën në drejtësi në qendër të diskursit publik, kjo paraqet një trajtim relativisht të kufizuar. Lëvizja vendosje është vetëm një parti që vazhdon të përmend vettingun në drejtësi, megjithatë programi nuk shpjegon se si do të realizohet ky proces. Në përfundim, analiza jonë për sundimin e ligjit dhe për integrimet evropiane tregon se partitë politike kanë vizione të ndryshme për mënyrën se si duhet të zhvillohet Kosova, por kanë një mangësi të përbashkët. Shumica e zotimeve mbeten në nivel deklarativ. Sundimi i ligjit dhe integrimet evropiane për ne si IKD konsiderojmë që nuk mund të avancojnë vetëm me deklarata politike. Ato kërkojnë reforma konkrete, afate të qarta, tregues të matshëm dhe llogari institucionale. Megjithatë, aty ku programet paraqiten me data janë në fushën e transparencës dhe llogaridhënies, ku 3 nga 4 partitë kryesore ose 3 nga partitë më të mëdha nuk kanë paraqar masa konkrete për rritjen e transparencës dhe llogaridhënies. Në punën e qeverisë dhe kuvendit, vetëm programi AK-s i përmend dhe përmban propozime të drejtë për drejta për monitorimin publik të shpenzimeve, kontratave, po ashtu proceseve vendimmarrëse. Transparenca dhe llogaridhënia, siç e dim, janë bazën e një qeverisë të mirë, andaj secili nga subjektet politike është dashur që ta parashë transparencën dhe llogaridhënien si një bazë e qeverisë së mirë dhe duke u bazuar në këta 2 indikatorë të vazhdoj dhe të trasoj atë rrugën e vet se si do të qeverisë secili nga subjektet politike e jo të mos e përfshih fare, për arsye që e dim që në qeverisën e fundit kemi pasur shumë kritika sikur nga opozita e po ashtu edhe nga shoqëria civile në lidhje me transparencën dhe llogaridhënien e qeverisë, mirë po këto nuk janë adresuar në programet të qeverisë të partive opozitare e po ashtu edhe nga partia Lëvizja Vendosje përveç Aleancës për Razmërinë e Kosovës. Po ashtu sa i përket barazisë gjinore, programet kryesisht fokusohen në fuqizimin ekonomik të grave, ndërsa mungojnë politika më gjithëpërfshirëse po ashtu detajzuese të ato partitë politike të cilat përmenden, pra në barazinë gjinore trajtojnë LDK, PDK barazinë gjinore e trajtojnë PDK, AAK dhe Lëvizja Vendosje, ndërsa nuk e trajton fare lidhja demokratike e Kosovës. Prandaj përfundimi kryesor i analizës është se programet politike demonstrojnë një vullnet jashtëzakonisht madh të subjekteve politike në digitalizim të administratës e po ashtu në forcimin e kapaciteteve institucionale, por në shumicën e rasteve nuk ofrojnë mekanizma të mjaftueshëm për transparencë, llogaridhënie dhe depolitizim, elemente këto jashtëzakonisht të domosdoshme për një qeverisje të mirë dhe për forcimin e besimit të qytetarëve në institucione publike.